Sot shënohet 26 vjet nga betejë e Kosharës, një nga përballjet më të rëndësishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës gjatë luftës për liri. Më 9 prill të vitit 1999, luftëtarët e UÇK-s, të udhëhequr nga brigata 138 Abim Ramadani, arritën të thyen kufirin mes Kosovës dhe Shqipërisë, duke hapur rrugën për furnizime me armatime dhe mbështetje logjistike. Një nga ish snajperistët e Kosharës, Michael Spath, ka rrethyer për momente të veçanta gjatë betejës në emisionin Ora 7, kur ai dhe një luftëtar tjetër ishin të vetmit që mbaheshin në pozita. Ne ishim vetëm 2, dhe serbët kishin ardhur, por ata nuk e dinin se ishin vetëm 2. Një serb kishte një granatë dhe unë bëra atë që duhet të bëja. Kemi gjetur shumë gjëra të palishme që ja dham komandantit, rretheu Spath. Sot shënohet 26 vjet nga betejë e Kosharës, një nga përballjet më të rëndësishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës gjatë luftës për liri. Më 9 prill të vitit 1999, luftëtarët e UÇK-s të udhëhequr nga brigada e 138 Agim Ramadani, arritën të thyen kufirin mes Kosovës dhe Shqipërisë, duke hapur rrugën për furnizimin me armatime dhe mbështetje logjistike. Michael Spath, ish snajperist i UÇK-s, ka rrethyer në emisionin Ora 7 se si u bashkua në ushtrinë shqiptare të Kosovës pas një periudhe në ushtrinë amerikane. Ai kujton se ju desh të bënte shumë përpjekje për të bindur të tjerët për t'ju bashkuar luftës. Unë desh të bisedoja me disa amerikanë dhe gjerman, ata ishin shumë të pafuqishëm në atë moment, nuk ishte koordinim të duhur dhe nuk e dinin se çfarë të bënin. Pastaj mendova, pse të mos shkoj atje dhe të shoh se çfarë mund të bëj. Australia kishte qenë e përfshirë në koordinim me Kosovën dhe më thanë takohu me një nga australianët në Itali, që ishte pjesë e Ministrisë së Mbrojtjes në Tiranë. Bashkëpuno dhe bisedo me të për çfarë pajisjesh të duheshin dhe çdo gjë tjetër, ka rrethyer ai. Më vonë një person e ka kontaktuar dhe i ka thënë, a do të pengonte nëse shkoja në front dhe të shije se çfarë po ndodh? Të nesërmen jam nisur, tregoi Spath.